Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin sonte në kanalin Monitor TV për të prekur edhe njëherë artistin dhe këngëtarin të mrekullueshëm, personazhin i cili bëri për vete zemrat e të gjithë shqiptarëve. Do të flasim për Gjestin. Në faqe të hapura dhe të krijuara në emër të tij vijnë mesazhe të ndryshme nga fansat edhe ndjekësit të cilët kanë dëgjuar dhe ndjekin artin e Gjestit në vazhdimsi që nga momenti kur Gjesti përfundoi Big Brotherin, por edhe më herët. Mesazhet janë të ndryshme në mbështetje të Gjestit, në mbështetje të karrierës, por edhe të familjes, në këtë rast nga tragjedia e ndodhur. Së fundmi nga faqe të Fan Gjesti dhe Gjesti Channel që kanë ndjekës mbi 5.000 e numra më të shumtë, duke mos e kaluar faqen apo channelin apo grupin në fakt që Gjesti ka hapur në Instagramin e tij, shkruhen mesazhe dhe mbështetje për dashurim por ndaj Gjestit, por edhe duke i demantuar të gjitha lajmet të rrejshme që kanë të bëjnë në emër të Gjestit. Së fundmi ka ardhur një lajm nga fansat e tij duke shprehur dashurinë dhe mbështetjen e tij. Të dashur yje, shkruan. Këto ditë kemi marrë shumë mesazhe nga ju me plot dashuri, mbështetje edhe fjalë të ngrohta. Ju falenderojmë sinqerisht për çdo shenjë kujdesi që ju keni treguar. Siç e dini, ka ndodhur një ngjarje shumë e dhimbshme që ka prekur thellë të gjithë. Humbja e Eldionit sjell trishtim të madh dhe një boshllëk që ndjehet kudo. Para se të rikthehemi në ritmin e zakonshëm të postimeve. E kuptojmë që shumë prej jush në gjithërisht se ishte postime për Gjestin dhe e vlerësojmë shumë këtë dashuri, por për ne thot është e rëndësishme që çdo hap të jetë i ndjerë dhe me komunitet. Komunitet është krijuar më shumë dashuri dhe përkushtim dhe kështu do të vazhdojmë. Do të rikthehemi në kohën e duhur me energji të reja, por gjithmonë me respekt për çdo moment që ka prekur zemrat tona. Faleminderit për durimin dhe mbështetjen tuaj, por njëkohësisht edhe për mirëkuptimin tuaj. Është ky në fakt njëri nga postime që ka ardhur nga fansat, të cilët janë duke mbështetur Gjestin me shumë dashuri, me shumë pozitivitet, me shumë energji të bukur dhe në këto ditë të vështira, në këto ditë të rënda mundohen që t'i qëndrojnë Gjestit sa më pranë, mundohen që Gjestin ta bëjnë të paktën të ndjehet pak më i gëzuar dhe mundohen që atë dhimbje të madhe nëpërmjet dashurisë, nëpërmjet energjisë pozitive që fansat drejtojnë kundër drejt Gjestit, mundohen t'i japin dashuri maksimale. Postimi i dytë është duke kujtuar Eldionin, e shkruar një ditë më parë, duke shkruar që sot bëhet një javë pa ty Eldion, një javë që mungesa e tij ndihet thellë. Lidhja e tij me Gjestin ka prekur zemrat e të gjithëve. Ishte e sinqert, e fortë dhe e paharrueshme. Eldion, do të mbetesh gjithmonë një kujtim i veçantë. Shpirti jot pushoft në paqe dhe qoftë i mrekullueshëm atje lart. Me patjetër që shpirti i Eldionit do të jetë i mrekullueshëm, sepse Zoti përzgjodhi që të merr një ëngjëll. Ne i bëm një javë pa Eldionin, familja Kelmendi i bëri një javë pa Eldionin. Jam i bindur dhe është më se normale që do të jenë ditët e tyre më të rënda sepse kanë humbur të voglin e tyre, por unë shpresoj që me zemër, me pozitivitet të kujtojnë të gjithë ditët e bukura të Eldionit që ka kaluar në këtë univers. Pavarësisht të ngjarjes tragjike që ka ndodhur javën e kaluar që na ka tronditur të gjithëve, ne nuk duhet të ndaluar përpjekjen për të. Aktualisht këngët nuk janë në top 5-shen, andaj votoni që të rikthejmë aty ku e meritojnë të jenë. Do me thënë, fansat e Gjestit dëshirojnë që Gjestin gjithmonë ta mbajnë në piedestal dhe kërkojnë nga i gjithë publiku shqiptar që të votohet për këngët e Gjestit, të votohet për hitet e tij që të rikthehen të jenë në vend të parë. Unë uroj me zemër që familja Kelmendi dhe Gjestit kenë marrur pak veten dhe të kujtojnë momentet e bukura të atij ëngjulli, por me shpresën që Gjesti të rikthehet pozitiv, të rikthehet me forcën që të bëj krenar edhe shpirtin e vllaut të tij që gjatë gjithë rrugës në Big Brother Gjesti ka folë vetëm për një gjë, për familjen. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.